Hoc, këtu në Mekë dhe në Medinë s'ka nevojë për, nuk ka lipsar, apo tonë, sigur që ka tek ne në për xhamia, apo tonë. E këto humërezici dojnë me dhonë sadaka, çka duhet me bo? Ju një të po, bëma qatë musafin, se kirë. Shikoni, që këto mushafa botohen shtifshkronjën e Medines. Edhe vetëm që këto mushafa lijen vakëf në xhami. Sadakaja me mirë është muslimani i cili e len një mushaf këtë në xhami. Dëgjoni hoxhën, hajde, brother. Muslimani i cili e len një mushaf në xhami, çdo kush që e lexon sevapin shkon te ti. Sadakaja më e mirë është që i le diçka mas veti që njerëzit e shfrytëzojnë për të mirë. Këtu në Medinë edhe në Mekë, domethënë lihen vetëm këto mushafa. Këto mushafa botohen në Medinë vetëm me këtë logon mund me qëndru këto mushafa këtu. Janë disa mushafa Kur'ana jashtë që shesin, atë janë shumë lirë. Po aty mendon që është e shkruan aty vakëf për xhami, po ato mushafa janë vakëf për vende tjera, jo për këtë xhami. Për këtë xhami duhen me kanë mushafa që botohen në Medinë. Kështu që nëse dikush don me lënë vakëf, duhet me ble çikse mushafa, edhe këtu e shkruan vakëf, edhe mundesh me lënë me këtu në xhami, edhe njerëzit ditën e xhumës që e lexojnë surat al-Kahf, shkojnë sevapët edhe ty. Një mushaf prafërsisht për momentin këtu shitet 10 euro. Kështu që ai cili don mujna këtë shërbim me ja kry. Do të një mushaf 2, 3, 5 sa don, edhe në Mekë, edhe në Medinë mundesh me lënë, edhe pastaj ditën e xhumës këtë mushafat që i shitni këtu shprozën nga njerëzit që i lexojnë. Edhe ju të shkon sadaka për ty, për non, për babë, vara që ishe banë në të njëti. Ojo, a është më mirë talebeve me dhënë sadaka aktive pastruesve? Se këto kanë rroga unë se e di, po. Pa dyshim se tash për momentin shtrejtësia e madhe këtu, edhe talebët që ka mësojnë në Medinë, e morën një stipendi simbolike. Që ajo stipendi para 20 viteve ka qenë edhe është sot. Ajo stipendi para 20 viteve ju ka mjaftu talebëve. Sot që ajo stipendi nuk ju mjafton. Andaj talebët, studentët që mësojnë në Medinë dhe në Mekë, apo këtë në shtet, stipendia që ka e morën nga shteti nuk ju mjafton, edhe kanë nevojë për të holla, për sadakan e baballarëve, e njerëzve, e muslimanëve që ju japin për me kalu muin, se u ka shtrejtue një fish, apo 2 fish, ose dhe në 3 fish u ka shtrejtu, se në të se një te pa dhe ju. Nuk është ajo çmimi që ka qenë shembull edhe haje, edhe pije, edhe veshje që ka qenë para 20 viteve nuk është tash. Por çdo se të shtrejtu këtë vend, e përket çka ka ajo stipendia që ka qenë para 20 viteve është tash, e me qatë stipendi talebët, studentët nuk mund me i dalë në qosh. Kështu që nëse don dikush me dhënë sadaka, për veti ujne i kisha dhënë ma mirë talebëve se sa pastruesve ose lypse që të cilët janë në Mekë ose në Medinë. Se keni mi pa në rrugë ka shumë lypsa që vinë special vetëm me lyp. Profesione kanë. Në të atë kanë punë ata. Kështu që mas mirë ti është ajo talebët që i keni ju, familjarët, që i keni vendin që janë nga vendet e juve që mësojnë këto vende është mirë. Qatë 50 euro apo 100 euro që do në me dhënë sadaka, unë për veti ju kisha dhënë atyre, kanë hak mas shumëti se sa këto të cilët kanë rrogë edhe punojnë edhe jetojnë. E nëse nuk i gjenë studentët mund juve, ose ju mëse i ajpni? Ata nëse nuk mund me i gjenë, dhe më thonë, ka lloj mënyra, dhe më thonë e mujna, shembull, dikush e ka një shok, apo një talebe, i Strugës, du t'jap Strgonit, ose Tetovës, ose Gostivanrit, ose Bujanovcit, ose Prishtinës, ose Shkodrës, dhe më thonë, ne mujna me i gjetë. Po ne për momentin ne kemi edhe talep të Shkupit, që ka ne shumisja e me i prej Shkupit, edhe mujna me i gjetë ato talebët e Shkupit edhe me vadon, ose prej Kosove, dhe më thonë, talebe ka sa dush. Vetëm a kemi ne me dhonë sadaka,
që me kalu ata muin apo argjimet e veta. Shërbet.